Dhe pjesëmarrja në ceremoninë në Sarajevo. Po, që ka ardhen dihet se ne jemi një kompani eksportuese dhe jemi edhe duke kërku tregun edhe në Bosnë, se për momentin aty nuk kemi ndonjë treg. Edhe gjatë kontakteve që kemi pasën me klientë të ndryshëm, aty kanë pasë që ne jemi një kompani serioze, kanë hijat edhe kanë hulumtuar firmën tonë për website-ën dhe na kanë ftuar. Ka qenë një mënyrë spontane. Si u ndjet kur emri Relux u shpall mes fituesve? Po normal se jo vetëm si Relux, edhe si Ramez, edhe si familje, se u ndjim shumë mirë, edhe është diçka paka shumë e papritën për neve, kështu që na ra një befasi dhe është shumë kënaqësi shumë e madhe. Patjetër. Cilat janë kriteret ndoshta që mendoni që bën Reluxin fituese të këtij vlerësimi? Po kriteret që ka bërë Reluxin fituese të këtij besimi sigurisht ka qenë kualiteti jonë, edhe mundin që kemi dhënë për me pas një kualitet prodhimi sa më të mirë, edhe klientë kanë qenë shumë të kënaqur me neve dhe kjo ka qenë edhe na ka bërë me arrit deri te ky sukses. Është tash mundemi me hy pak